Besoj një pjesë mund t'janë bërë kurios, kur kam përmendur vetëm pak minuta më parë, vetëm pak sekonda më parë, më sakt, udhëtim pa avion. Okej, mëse mundur, çfarë ka këtu të pazakont, po bëhet fjalë për një udhëtar egjiptian i cili ka tërhequr vëmendjen globale në rrjetet sociale sepse ka pasur një sfidë me veten, ashtu sikur se ndodh her pas here që gjithse cili prej nesh të filloj të dalë pak nga ajo zona e komfortit dhe të doj të provoj diçka të re. Për shembull tani po ta mendoj, nuk e di kur kam dalë për herë të fundit nga zona e komfortit duke provuar diçka të re, më kujtohet përpara disa vitesh, disa vitesh, janë thjesht 2 vite, kur guxova pak më shumë se ç'duhet dhe provova të bëja një intervistë në terren, po në një terren jo dhe aq të sigurt se kishte të bënte me rënje nga një mali, pra me lëshimin nga një mali, duke përdorur gjitha masat e sigurisë. Kjo ka qenë zona hera e fundit që unë kam dalë nga zona e komfortit. Por ndërkohë, nëse flasim për këtë rast, është një sfidë pazakont që ai i ka vendosur vetes të udhtoj pa e përdorur avionin, bëhet fjalë për Omar Nok, i cili videot e tij ka bërë virale në rrjetet sociale dhe në këto video që duken kaq të bukura edhe kaq të këndshme, ai dokumenton përvojat nga vende të ndryshme duke zgjedhur mjete alternative transporti si trenat, anijet dhe autobusët, por asnjëherë avionin. Qasja e tij ka ngjallur interes jo vetëm për aventurën personale, por edhe për mesazhin mbi udhëtimin e qëndrueshëm dhe reduktimin e ndikimit mjedisor. Përmes rrjeteve sociale, ai ndan sfidat dhe surprizat e një stili jetese të tillë duke frymëzuar një audiencë të gjerë që kërkon mënyra më të ndërgjegjshme për të eksploruar botën. Nuk kam përshtypjen që Omar Nok është thjesht një njeri i cili do aventurën, do t'i marrë më të mirën kësaj jete, do të shijoj çdo perëndim, çdo lindje dielli, do të shijoj çdo cep të planetit duke arritur ta shoh së paku përmes një udhëtimi në një tren apo një tramvaj apo çfarë do qoftë. Kështu që kam përshtypjen jo të gjithë do mund ta bënim. A mund të ketë një impakt pozitiv? Padyshim që po, mund të ketë të tjerë që frymëzohen, për të mos udhëtuar me avion, do të frymëzohen për të eksploruar dhe për të shijuar pak më shumë bukuritë e kësaj bote dhe kjo është patjetër diçka e mirë, një frymëzim shumë pozitiv.